Policia e shtetit ka intensifikuar hetimet për zbardhjen e ekzekutimit të çiftit Kreshnik dhe Gentiana Mujeci, ngjarje ndodhur në 26 prill në aksin Balldren-Torovic. Gjatë kontrolleve në fshatin Torovic, në banesën e një shtetasi është gjetur një automjeti Volkswagen Polo pa targa, i dyshuar si mjeti përdorur nga autorët për kryerjen e krimit. Nga hetimet është padhur në kërkim dhe bashkëpunëtori i dyshuar Vesnik Kolndreu. Nga mbikëqyrja e mjetit të sekuestruar, policia ka gjetur 2 gozhoja të modelit 56, ndërsa automjeti rezulton me dëmtime në xhamin e pasëm dhe në pjesët anësore, çka forcon dyshimet për përdorimin e tij në atentat. Paralelisht, grupi hetimor ka sekuestruar dhe pamje të kamerave të sigurisë që dokumentojnë lëvizjen e viktimave dhe autorëve përpara ngjarjes. Sipas këtyre pamjeve, viktimat janë ndjekur në banesën e tyre në Torovic deri në një lokal në Lezhë ku kanë konsumuar një kafe. Në filmime shihen 2 automjete, Audi A4 dhe Golf 5, pa targa që ndjekin shiftin gjatë gjithë itinerarit që qëndrojnë në afërsi të lokalit. Më pas një prej mjeteve largohet, ndërsa tjetri vijon ndjekjen deri në momentin e kthimit të viktimave. Hetimet kanë çuar në identifikimin e 3 personave të dyshuar, Florian, Renato dhe Adriano Mhillaj. Ky i fundit rezulton i shpadhur në kërkim prej disa muajsh nga policia e Shkodrës për një tjetër ngjarje me armëzjarri në fshatin e tij. Sipas hetuesve, 22 vjeçari dyshohet se ka vazhduar aktivitetin kriminal dhe gjatë kohës që ishte në kërkim, duke komunikuar me bashkëpunëtor për planifikimin e atentatit. Po ashtu, automjeti Audi A4 i përdorur në këtë ngjarje dyshohet të jetë i njëjti që është përdorur dhe në një tjetër konflikt të mëparshëm në Shkodër, çka shton dyshime për përfshirjen e një grupi të strukturuar kriminal. Çifti Mujeci, prindër të 4 fëmijëve të mitur, u përcollën për banesën e fundit në Torovic. Ata u ekzekutuan me breshëri plumbash në një atentat të dyshuar për motive gjakmarrje, që sipas hetimeve lidhet me një konflikt të vjetër mes familjeve. Zanafilla e konfliktit daton rreth një dekadë më parë, kur një përplasje e çastit mes palëve degeneroi në dhunë dhe viktima. Më pas, ngjarja ka kaluar në disa procese gjyqësore, ku në vitin 2018 të pandehurit u shpallën të pafajshëm për mungesë provash. Vendimi u la në fuqi edhe në apel, ndërsa në vitin 2024 Gjykata e Lartë e Shqipërisë ka rikthyer çështjen për gjykim në apelin e përgjithshëm të Tiranës, ku ende nuk është caktuar data e njësisë së procesit.